mos i përdorni institucionet e shtetit për zgjatim të partisë. Kosova nuk është dhe nuk ka qenë dhe kur s'ka me qenë pronë e asnjë partie, e as e vetëvendosjes. Deputeti i betum e ushtron edhe në një zyre ku nuk do duhej të hynte. Kur përfundon mandati i anëtarit qeverisë? Kur nuk bën betimin, kur jap dorëheqjen, kur zgjidhet deputeti i kuvendit. Kur do ta bëni kallëzimin e ashut? Në aleancë jemi duke i trajtu disa shkelje. Shkeljet do të adresohen në ditët e në vijem prej deputetëve tjerë. Për shkak se nuk ka shkelje vetëm në këtë pikë. Ka shkelje edhe në pika tjera. Tek rregulloria e punës së qeverisë, respektivisht të emëruarit politik. Këtë çështje do ta ngrit besoj për pak ditë deputeti Ramadani. Pastaj ka të bëj me shkeljen tjetër që ndërlidhet me funksionet e dy feshta, që deputeti i betum e ushtron edhe në një zyre ku nuk do duhej të hynte. Pse po e them këtë? Nëse sheni vetëm ligjin për qeveri, tek neni 29, është shumë eksplicite, që ka thëtë neni 29? Përfundimi i mandatit të anëtarit qeverisë. Pra kur përfundon mandati i anëtarit qeverisë? Kur nuk bën betimin, kur jap dorëheqjen, kur zgjidhet deputeti i kuvendit. A një të i kuptu, do më thonë, pika 1.3, e 29 thot mënyrë eksplicite. Pra ne jemi të e punu kallëzimin penal, për shkak se këtu mo veçlishmëri nuk ka. Këtu ka zaptim edhe pa përgjegjësi totale me funksionin publik. E kjo është e papranueshme për ne. Po bërim? Se përket seancës nesër bën 48 orë, por s'ka sinjale dhe Tahiri apo zonja Tikiçi. Do të veproni ngjashëm apo jo me aksionet të tilla në kuptimin që do të bëni thirrje? Qoni, ne si grup do të kemi një takim, grup parlamentar, dhe të shohim për veprimet tona politike si aleancë do t'i marrim. Janë dy probleme të mëdha këtu. Problemi i parë është që kjo procedurë dhe kjo praktikë që ka hyrë kuvendi gjatë gjithë kohës është në shkelje. Veprimi i subjektit politik që i ka 53 deputet është totalisht i papërgjegjshëm. Ne si aleancë do ta shohim cilat janë veprimet tona. Një ndër veprimet do të jenë adresimet alarmante, urgjente që ndërlidhen me një temë që e thash me shkeljet brutale, flagrante të ligjit, të cilat ne duhet të adresojmë. Do sa i përket veprimit politik, çdo 48 orë do ta diskutojmë sot se si do t'i çosemi kësaj teme. Kjo nuk kupton që ne nuk e mbështesim çfarëdo iniciative që vjen prej partijeve që ishin në opozit, por kjo na detyron neve që ta rivlerësojmë, respektivisht rimendojmë çka dhe si do të sillemi në këto rrethona shumëtrona. Sot është data 17 gusht, si ma gjitha gjasave, ajo që po shohim, e po dëgjojmë, e po njim për eksponentëve të partisë që i ka fitu zgjedhjet, është se ata si planifikojnë me ardhje me datën 5. Ju e dini gjithmonë e lonë në ditë fundit. Kjo është totalisht një papërgjegjësi, thjesht kjo është një katastrofë politike që është ndodhur Kosovës, që edhe njerëz ma skeptik s'kishin mujt me paramenu që vim në qitë ditë, në qitë saat, me konë pa kuvend të konstituum, pa qeveri të zgjedhur dhe para në pajtueshmëri për një president konsensual. Urna. Zoti Tahiri nesër e ka thirrur një takim zonja Albrina Haxhiu me kryer të partive politike e dim qëndrimin e aleancës, po ajo gjatë ditës së djeshme ka thënë që pret në reflektimin e partive që e kanë refuzuar ftesën e saj. A keni ndruar mendje të themi kështu në një takim me zonjën
Haxhiu pritet që nesër t'ju shohim dhe ta kenë me të edhe tjetra sa i përket shkeljes së afatit kushtetues për konstituimin e kuvendit. Ndoshta mund të themi se zgjidhja e vetme për me adresu këtë çështje është mund drejtuar te gjykata kushtetuese pavarësisht shëndrimeve që i keni mbajtur ose asaj çka ju e shihni të arsyeshme, apo pse si parti politike në bashkëpunim edhe me partitë e tjera nuk i drejtoheni gjykatës kushtetuese që ta kemi të qartë se çka ndodh, cilat janë pasojat juridike për mos konstituimin e kuvendit, sepse qysh për vitit kalum ka mbetur pa përgjigje këtë çështje. Mendoj që të dy temat, çështjet që i ke ngrit janë bukur të rëndësishme. Për të parën, Aleanca është e para që ka reflektuar. Ju dini që Aleanca është partia e parë që ka reflektuar mbi një situatë politike bukur të paqartë dhe ka ofruar mbështetje e Aleancës për dalë nga ngërsi, respektivisht votimi i presidentit, pa një kusht për ty në qeveri, është deklaru hapur në publike që ne nuk dëshirojmë fillim me qenë pjesë e qeverisë, mirë po do të ndihmojmë konstruimin e kuvendit Kosovës. Dhe do të ndihmojmë përmes disa pikave, respektivisht kërkesave, të cilat kur i shiqon dhe i lexon, të gjitha janë të mira për Kosovë. Dhe të gjitha janë veç që janë të mira, po janë edhe të realizueshme. Gjema një pikë që është aty e parealizueshme, apo që i bën dëm Kosovës. Asnjë, absolutisht asnjë. Pra ne kemi reflektuar, reflektimi jonë është publik, votat e Aleancës janë në tavolinë, në sallë për president, thrasim që sa më shpejt më ndodh kjo dhe kërkojmë që asnjëherë mos na adresohen. Vetëm t'i marrin, sikur këto vendime që i morën, e që janë të jashtëligjshme, t'i marrin do vendime të lehtëshme, të cilat konfirmojnë që gazi amerikan hyn në Kosovë, që investimet në energji ndodhin, dhe rena ato 6 pikat mos ti përsëris. Pra kjo temë ka shumë na reflektimin e kemi bërë. Tek gjykata kushtetuese. Ne kemi pas këtë diskutim, dhe siç e dini, ky diskutim ka qenë edhe atë natë ku ne i kemi kërkuar seancën, për shkak se paka shumë na jemi në lajthitje si parti opozitare. Pse jemi lajthitje? Për shkak se ne një natë përpara kemi thonë që do të thotë u shkel kushtetuta e tash do të thonë po i referohemi rregullores 48 tetorshit. Kjo është çështje që duhet diskutohet, duhet të ketë një trajtim përbashkët. Unë nuk mendoj që ka krizë kushtetuese, unë mendoj që këtu ka krizë politike, dhe kriza politike ju ka vesh Kosovës, ju ka imponu Kosovës falë një qëllimi politik bukur thjesht të lëvizjeve vendosje për t'i pas 3 pozitat në kontroll. Urna? Do të thajë ju jo që i thoni qëndrimet e juve si grup parlamentar përderisa dhe kryetari Gjini e ka dhënë versionin e tij. Përderisa nga pala tjetër shumë vazhdimisht ftesa dhe deklarata që ne nuk refuzojmë. Ashtu gjatë ditës së djeshme ka edhe një kërkesë e ish-ministrit Kurti, zotit Meja, për një pajtim politik ndërmjet Ramush Haradinës dhe Albin Kurti. Nëse ka vullnet për negociata për një pajtim të moshosh, a ka vullnet edhe nga ana e japës? I qoni ish-ministri i mbrojtjes, Armend Mehaj, konsiderohet si një figurë politike e respektuar në Kosovë. Edhe unë nuk e qesëm peshore vullnetin e tij të mirë po këtu nuk kemi të bëjmë me probleme kanonore. Tu kemi të bëjmë me logjika demokratike. Logjikat kanonore i nështroni të rregullave. Ajo që ka ne flasim si Aleancë, flasim për logjikë demokratike të sundimit ligjit dhe të ushtrimit të mandatit që demokracia, respektivisht sovrani, ja ka dhënë secilit. Zotit Kurti ja ka dhënë me kriju shumicën, që po thotë i ka, dhe bashkarisht me deputetet tjerë me gjetë një formë me mërini president. Kjo punë është qika që thjeshtë. Ka këtu aspekt personal kanonor, këtu ka
aspekt demokratik, sundimit ligjit dhe të ushtrimit të funksionit që na ka dhënë populli përmes zgjedhjeve, respektivisht sovrani i këtij vendi, që na ka dhënë funksionalizon në këtë vend. Ju falenderit. Urna. Ju si Aleancë, më herë keni marrë nismën për me mbledh 40 nënshkrime për me thirrje seancë. Vazhdimisht po kërkoni seancë, a mundeni ju sot me mbledh 40 nënshkrime të bazuar që DTP-ja tashmë ka deklaruar se kanë qenë në opozitë? Ne nuk e kemi, mas pari ne nuk kemi një iniciativë që ndërlidhet me një seancë jashtëzakonshme me 40 nënshkrime. Tash për tash nuk e kemi. Dhe duke mos e pas në mënyrë hipotetike nuk mund t'i dhoni përgjigje, veçse me pas një ide e cila e nxjerr vendin nga kjo krizë, automatikisht ne edhe ja dhom LDK-s apo PDK-s apo ata neve nënshkrimet për njësëm, por nuk ka një kauzë. Domethënë se situata është bukur e qartë për ata që dojnë me pa, edhe me këtë po e përmbylli. Ne e shohim se këtu edhe po menojnë njerëz që ka strategjit në vaja, ka idet, nuk ka. Tu po shifet shumë. Thjesht qëllimi ka qenë me u zgjat afati konstruimit kuvendit në mënyrë që të krijohet kohë më shumë për Kurtin e në mënyrë që ai të pozicionoj datën e zgjedhjeve kur po don. Me dashur ai me i themelu institucionet. Kjo punë është bukur e lehtë, numrat dihen, emrat konsensual, krejt jemi pajtu për Kosova ka bolla emra serioz, ndërtohet një platformë pak më serioze, po kjo platformë serioze mundet me hinë funksion vetëm kur dihet kush në kuvend. Për momentin, do të thotë nuk ka grupe parlamentare. Për momentin, realisht nuk ka komisione parlamentare. Për momentin, nuk ka procedur në kuvend që do të mundësonte do të thotë ecjen e procesit. Për shkak se ju e dini që procesi i votimit, verifikimit të nënshkrimeve, verifikimit në komision, këto i ka nënshtrohen një procedurë që është e përcaktuar me rregullorin e punës. Po na nuk jemi në atë stad. Stadi është me gjithë, do të thotë fatkeqësisht për popullin e Kosovës, edhe fatkeqësisht për një vend që është për një shtet që është tregim i suksesshëm me në ardhë dita me nga prej ciklin zgjedhor, për çka? Për kurçë.